Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu at-taslima ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Vazhdojmë tutje dhe nderuar me emrin Allah xhalla wa ala ar-Rauf dhe në pjesën e parë të kësaj ligjërate morëm për kuptimin e drejtë të këtij emri dhe kemi përmendur se kuptimin më të mirë këtij emri ja japin vetë ajetet ku është përmend ky emër. Dhe përmendëm shembullin e kësaj përmendjeje përmes disa ajeteve ku me të vërtetë shumë qartas dhe shumë në mënyrë të kuptueshme shfaqej kuptimi i emrit Allah xhallahu ala ar-Rauf. Tash pjesa e dytë është ndikimi i këtij emri dhe gjurmët që ky emër duhet t'i lënë në jetën tonë të përditshme. E që është pjesa që neve në takon, edhe pse edhe para është pjesë që në takon neve ta kuptojmë, por kjo është zbërthimi praktik i asaj që ne kemi marrë në pjesën e parë të kësaj ligjërate. E para, padyshim, se njeri kur mëson për emrin Allah ar-Rauf, i cili nuk u humb veprat robëve të tij, i cili e ngrit çmimin lart të veprave të tyre edhe pse ata nuk e kanë atë çmim, i cili i pranon veprat edhe pse kualiteti i tyre është kualitet i dobët, i ulët në raport me tregun ku do të shiten këto vepra, pranon që të pajtohet robi me te, pa ndonjë kusht që e rëndon robin, pa ndonjë procedurë të komplikuar, të vështirësuar, por pendimi kalon thjesht me vendimin e robit që të pendohet dhe vendosmërinë për mos të vazhduar tutje me mëkate, dhe kuptimet e tjera të emrit të Allahut ar-Rauf, shfrytëzimin e lehtë të begative, të pavështirësuar, e gjitha këto mendoj se janë të mjaftueshme që të kuptojmë se cili duhet të jetë ndikimi i parë i këtij emri në zemrën tonë. Dashuria ndaj Allahut te bareka ve taala. Ta dojmë Zotin xhalla xhelaluhu, dashuri me të vërtetë që i lëviz këto zemra drejt adhurimit ndaj tij. Dashuri e cila i bën këto zemra që ta përjetojnë kënaqësinë e ibadeteve. Dashuria e cila largon çdo hamendje dhe hezitim për t'u porul dhe për të sakrifikuar në rrugën e Zotit xhallahu ala. Dashuria e cila i bën edhe vështirësitë, edhe problemet, edhe sfidat, edhe sprovat në rrugën e Allahut xhallahu ala i bën të lehtë dhe i bën të këndshme. Kjo është e dashuria e vërtetë dhe reale e cila në momentin kur lëshon rënd të saj në zemrën e besimtarit, domosdoshmërisht i jap këto rezultate. Por duke pas parasysh se ne jetojmë në këtë botë me sprova ndryshme të cilat e zbehin këtë dashuri, fatkeqësisht, të cilat e habitin jetën nga kjo dashuri, e zhvendosin nga kjo dashuri. Atëherë ka nevojë njeriu që vazhdimisht të investon në këtë drejtim. Dhe sikur që kemi përmend, investimi më i mirë dhe më i suksesshëm që bëhet për të rrënjos thellë në zemrën tonë, rrënjën e dashurisë te Allahu xhallahu ala është njohja e Allahu xhallahu ala. Njohja e tij përmes emrave të tij, përmes cilësive të tij, dhe gjithashtu ajo që i rrënjos rrënjët e dashurisë thellë në zemrën tonë është njohja e begative të Allahu xhallahu ndaj neve. Këto janë dy rrugë mbi të cilat kalon dashuria ndaj Allahu xhallahu xhelaluhu. Prandaj emri Allahu ar-Rauf fillimisht thash duhet që të mbjellë në zemrën tonë dashurinë ndaj Allahu xhallahu ala. Dhe kjo është mendoj shërim i mjaftueshëm që nuk kemi nevojë të him më në detale. Çfarë ne kuptojmë me dashuri e detale të tjera. Ta dojmë Allahun më tepër, nga sa është ar-Rauf. Dhe sa kemi nevojë që ta shtojmë këtë dashuri, ta bëjmë këtë përmes edhe emrave të tjerë, por edhe përmes këtij emri dhe përmes kuptimeve të këtij emri që ne i morëm që nga fillimi i kësaj ligjërate. E dyta që duhet ta kuptojmë për kësaj është që të shikojmë praktikisht si ka ndikuar ky emër, si ka ndikuar kjo cilësi në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si ka qenë ai, pasi Allah e ka cilësuar se është Raufun bil mu'minin. Bil mu'minina Raufun Rahim. Ndaj besimtarëve, ndaj muslimanëve është Rauf. Dhe padyshim se Ra'faja, kështu po quhesh në transkriptim e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo mëshirë e shtuar e pejgamberit ndaj të umetit të tij, padyshim se ka ardhur apo
si pasojë e ndikimit të emrit Ar-Rauf mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga se çdo dije që e ka pas pejgamberi sa ka qenë nga dija e Zotit xhallahu ala. Çdo mëshirë që e ka pas ka qenë nga mëshira e Allahut azza. Qase Allah ka thënë fa bima rahmatin min Allah linta lahum. Me mëshirën pe Zotit ke koni but me ta. Jo pse do më njëri është i tillë. Por Allah xhallahu ala ja ka mundsuar ti pejgamberit sa që të përfiton më tepër se çdo krijesë tjetër nga emrat e Allah xhallahu ala. Prandaj ka qenë më i veçantë se të tjerë. Pikërisht për shkak të kësaj. Andaj, nëse marrim tash këtë mëshirë, po them Rauf, si ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me robët e Allahut azza xal, me besimtarët dhe krijesat e Allahut në përgjithësi, praktikisht mund ta kuptojmë se si ndikon ky emër në jetën tonë të përditshme. Nëse marrim jetën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ndëruar, do të shohim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tan jetë ai ka shku duke i udhim dikush atë. Don kur na të kuptojmë se po flas me zhargonin popullor, apo që ta kuptojmë, kur rahat subo për shkak të lashëve të tjera apo. Gjithë dikush apo u kon keq, edhe gjithë dikush ka qenë në vështirësi, edhe gjithë dikush ka qenë të lashë. Edhe gjithmonë pejgamberi sa për shkak të kësaj ka qenë vend të lashë apo. Ka qenë vend probleme apo. Qase ka thonë Allah xhallahu ala, azizun alayhi ma anittum. Aziz, o diçka që aty vjen shumë rën, aty vjen shumë keq. Për atë që anittum, këtu anittum i ka dy kuptime. E para për shkak të dobësimit juaj. Ai dikon një musliman e bën gjë këtij tash dhimbet, më po mos më fal Allahu çka bëhet atë. Apo ai kon të lashë për gjinohet të tona atë. Ai kon ngarkezën shqetësim për shkak të dobësimit të imanit ton. Allahu ka dëshmuar se është azizun alayhi. Ai ka shumë vështirë, shumë rënd ai e përjeton faktin e dobësimit të juaj. Edhe gjithashtu ma anittum është ajo që ju e vuani nga të lashët, nga sprovat, nga ngarkesat. Për edhe pse Khabbab ibn al-Arat është vendos me shpinë mbi gaca, sipas ajeti, më shumë i ka dhënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se atij që ka qenë mbi gaca. Atij i ka dhënë kuptimin fizik. Apo i ka dhënë kuptimin fizik, po në kuptimin e brendshëm, sa është ngarku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për atë që i ka pa muslimanët, që po vuajnë, e nuk ka mundësi të angjet dorë ndihmës, ka qenë shqetësim dhe ka qenë mundim ekstra i shtuar për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, çdo aspekt i jetës së tij ka qenë, do të thotë, i cilësuar dhe ka qenë i ngjyrosur me këtë lloj mëshire ato. Prandaj po i marr disa shembuj që e qartësojnë është më qartë këtë mëshirë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për ummetin e tij apo. Fillimisht në rrafshin e adhurimeve. Në rrafshin e adhurimeve. Përmend Aisha radhiyallahu ta'ala anha se ka pas raste dhe jo të rralla që i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka lakmuar me bën ndonjë punë. Mirë po e ka lënë nga frika se mos po i bëhet farz ummetit atë. Ka pas shefaj me u për vetin një punë. Mirë po, ju ka kujtu, me bo mu obligim, me bo dikush tani me mnjek, se nësune len, pe lo kreta. Këtë e ka bërë nga, sa është Raufun, bil mumnin e Raufun Rahim. Pra se është Rauf, përshka kësë është i mshirëshëm, është i but në besimtarë. Dhe në këtë rast e dheni, braktisin e namazët të rëvive, apo, që mos t'i bëhet obligim muslimanëve. Se ka bu për veti, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta njëtë në tje ka pas të ravija. Ta njëtë në tje është falë natër. Edhe falje, edhe që, si kurse, thët Aisha radiallahu ta'ala anha, la tes'el antulihinne u husnihinne. Mos pëtë so gatu falke, edhe so bukur u falke. Ti mos vetë për këtë punë, heq mos vetë për këtë. Qka do që të thuash për bukurin e namazit ti, është e pakt. Qka do që të thuash për gjatësin e namazit ti, është e pakt. Apo, nuk ka shpreje, fjallor, që mund të huazojnë fjalët e tij e të përshkruajnë bukurinë dhe madhështinë e namazit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj se ka bu këtë për veti. Edhe ka lakmu më falë me xhamat. Për këtë arsye ka dalë trinat ka dalë. I ka falë me xhamat, por pastaj përsëri është kthyer në shtëpinë e tij. Nga frika vetë se mos po ngarkohen muslimanët. I kanë 5 vakte, çuçi abonë me këto punë. Ndoshta namazin nëse kanë vështirë, le të mbetet sikur se është nafile dhe vullnetar ato. Ka padyshim është rahmet i madh i pejgamberit
sallallahu alaihi wasallam për këtë metodë. Madje sikur se dini, pejgamberi edhe në kuptimin e adhurimit përgjithshëm. Gjithmonë na ka udhëzuar ka lehtësimi apo. Kur dikush pyet duke flajt mos të falet, të flan se i psillë diçka thotë bën do kundër vetes ti, tani ja shërrin ibadet më shumë se harin apo. Gabon dikun flaj apo. Madje kur dikush është ngarku për të asaj që mund ta bart natyra njerëzore, apo i dërguari sasum ka internu që ti kthehej mesatarës atë. Këtë ka bëgam shira, nga shërshim shirëshëm. Që të këfundit, apo të me përvu, pravoje, unë të më kalëzu që qështë të puna, ku është mund mërësu dhe të shtanë, por kur ka vrej se ka mësi këtë jetë nga rkes, dhe të shpije në devjen pas të ose në lodhje, ka në mani më zbani kështë. Më zbani kështë se jo du të mirën, apëtë. Prandaj, ata 3 vjeç që kanë ardhur tek pejgamberi s.a.s. Apo njëri ka unë agjeroj tankon. A ju tankon është sevap Allah. Nëse një ditë agjerim, çfarë shpëlimi ka tek Allah xhallahu ala, çka të merren dikush kur se prish. Çdo ditë agjeron apo. E është më gëzuar më thonë që çfarë i thare të mëtet ta unë i komsu me agjeru tonë tajte, ky çuhet agjeron ditë për ditë. Në kuptim logjik i bie se kësi thash den me pas është nder Allah. Çfarë sakrificë këta bojnë për Zotin. Ja, mos kam çavën e kështu. Ja. Nuk mund është gjithë më. Unë ha dhe pi. Çata Aisha ka thonë radhiyallahu anha, i dërguari sallallahu alaihi wasallam agjirante, saqë na bënte përshtypje se mo kur ky se prish mo. Gjithë kam ngjinuar. Pastaj e prishte kohë të gjatë, saqë na bënte përshtypje që ky kus ngjinan mo kur ky. E kalon ball kanë ngjinuar. Pse? Për të bëu balans, për të pas çastjen studenti këtë kategoritë umetit apo. Edhe kush mund më ngjinuar, kush mund më ngjinuar, të gjithë me pas mundësi me ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Garantimeti i tij ka pas mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tani në magjeru. Ka pas mundësi. Gasaj ka bodha i wisal, ai ka lidh në xherem. Ditë me rast ka hungra ata. Ai ka on ju smuni kështu. Inma yut'imuni rabbi wa yaskini. Muzut jam me hap me hungra me pi. Jo në kuptim ma mush barku në ushqim. Apo po unë njerë them subhanallah, si me hungri 2 ditë kënë gjapton. Anë dalloj hezaj, smuni me babajë me mua këtë punë. Unë them alhamdulillah, Allah më ngop mua me se dhikri të ushqim. Namazi, ai një 2 rekate i fal pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si na me hongër buk 2 muaj ditë. S'muni më ushtim me mua. Halos keni arritur që namazi me kon ushqim zavesimi bukës juaj. S'muni ton me kon kështu apo. Yut'imuni rabbi wa yasqini, mundush Allah më ushqim ndryshe. Megjithatë ka prish agjerimin. Ka mujt e ka prish. Me ditë gjatë Aisha s'ka agjeru apo. Pse? Rahmet. Apo tani dikush me një vetën që s'po më gjinu, që shumet më zvet, ja, po s'ka agjeru. Po dhe ka agjeru, mi ka dhudha tjere që mund më agjeru, edhe kjo është në të jemë. A shikoj, një badet që do të është e kërkuar, ka sevap, të ke fundit, gjdo i badet që e bën një iftar i umetit Muhammedi s.a.s. ati shka sevapi. Qka të thujmë na subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, na falem, na agjerujmë, Allah në efë sevapin pa në munguneve. Mirë po në gjdo individ të këti umeti, pejgamberi s.a.s. e merë sevapin e vetë. Prandaj me pasi që gjithë mund në agjerujnë, i shkon ma mirë për pejgamberin, se sevapi i shtu. Ja me gjithat, rahmet, së në qënë ju kështafën, i dijune. Andaj edhe në Isra dhe Miraj, sa ka qenë fështirë për Muhammedin s.a.s. nuk është letë kjo punë, mu këty të ka Allah xhallahu ala me kërku letësim për namazën. Kur Allah ka po obligim 50 vakte nditje. Para më 50 vakte nditje. Edhe kur i ka dhënë Musa sa që sunë bajn, i është kujtu umetin, me bu mos më fal tani ç'a bëhet. Më po më fal 40 mos më fal, i çon Allah në xhenem. Ktheu pa tek Allah xhallahu ala. Tu lupi Allah xhallahu ala letësim, letësoj o Zot umetit tamam. Në ibadet, namaz ka kërku Allah më u lehtësua. Dhe kjo është efektim i madh i mëshirës së madhe që ka bart në vetën e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka hi në xhami, ka pa një litar të lidhur, ka thonë, çka kjo? Ka thonë Zejnebi, gruaja e tij radhiyallahu ta'ala anha, e ka lidh se duke u fal po lodhet. E tani po pshtetet litar, mu fal magat. Shikoj subhanallahu, çfarë namazi? Kan hullu, zgjidhna. Hiqni këtë litar apo. Falyusalli ahadukum nashata. Le të falë dikush për sa të është aktiv. Apo kur të lodhet, ulu. Shikoj ka urdhëruar me zgjidh litarin që një idhtar i umetit ti, një pjesëtar i familjes ti, është fal gat natën. Zban kështu. Shikoj pejgamberi sa ka qenë, kjo është rahmet, kjo mëshirë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ndaj umetit të tij.
E sa ka lehtësime tjera, apo që ai praktikisht na i ka mësuar. Kush na ka mësuar se nëse s'ka mundësi më u fal, kom falim i ulur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai ka thonë kështu. Do marrim mësimet e Allahut xhallahu ala, po Allahu te ka bërë rahmet për neve. Kush na ka mësuar me bë kompenzimet e caktuara, nëse s'ka mundësi me kry obligimin si duhet. Kush na ka mësuar këtë, atë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe për hir të këtij mësimi, apo ka pranu që të jeton jetë robi, e jo jetë mbreti. Veç për rahmet, nga sa i ka pas mundësi me konë, sikur se i ka dhënë mundësi Allah me zidh, apo me konë melike në Rasula, me konë mret i dërguar, apo abdën në Rasula, rab me konë. E ka zgjidhur me konë abdën në Rasula. Pse? Pse me konë mret nalë të pazari, apo i shumit se umetit të njësën bon. Rahmet për ta, ani, edhe pse unë do të vuaj, do të hjeki, ka ik për copë bukës, ka ik subhanallah, njëri që Allahu xhallahu ala, ai që këti ka ndore ka dorë më shumti. Kjo është njëri se paramendon këtë ata. Paramendon subhanallah në këtë dunjë, a paramendohet djali i pasanikut më të madh në botë, apo miri ka punë me babën, baba don më shumë ti ka të hazretit, s'ka punë me babën, i ka kuptuar se ç'ky babën. Ç'e kupton këtë njëri çysh Allah? Ç'u bën kjo punë? Ajo që ka pas kuptuar se ç'ky ma pejgamberi. Po s'ka bëha kia 3 ditë me rrallë më ngop me buk. Thot Aisha radhiyallahu anha, 3 ditë s'ka bëha kia muzi. 1 ditë kena zi, 2 ditë, 8 ditë i kena kthy ushqimit esencial. Cili ka qenë ushtimi esencial i pejgamberit, hurme dhe ujë. Që ka qenë baza, hurme dhe ujë kanë pirë. Pse? Ka pas mundësi ai. Ka pas mundësi, wallahi billahi se ka pas me fukarallok këta. Ka sallallahu ka on kodë arim i tivon, me të bëm ret. Ka pas mundësi me pas ushtrit me lajkeve që me gjesht i shkatrojnë katunet. E ka arë me leku i kodrave, veç thuj. I përplasëm nga këta me herë, ka pas me gjesht me urdnua, pëtën. Edhe jo me tukë, me qilë. Që ta Allah e ka marë në Israel, ka ngrenalt. Me ka dhu që krejta të në tukë me të lonë, kiti bolën qilë kusht mund të jo, pëtën. Që ta ka marë në kumë kër i ka vdik, gruja Khadija i ka vdik, Ebu Talibi, për kraja e tukës i ka vdik, që atër Allah e ka marë në Israel. Pse? Mi ka dhu krejt me bu kufër tukë. Si më s'ki galeti, kur së zë me të prej këtë jo, pëtën. Ka marë Allah në alë, mi ka dhu që që kush je ti? Që kush je ti? Që fa ki ti? Që ka dush ti mund është me lipa, pëtën? Krejt i ka luna, pëtën. Pse? Po omete së në mjek tani. Së në vinë të në mas meje. E qka i bëja ti që është fukare ata? Që është të Rasulullah? Që është të Muhammed Rasulullah? Së në thëtaj? Që ata pejgamberi së ka qenë, se për këtë dunjes, në nivelin më të ullët. Ma ullët mos s'ka ku e qenë njëri, Allah, pëtën. S'ka ku e qenë ma ullët. Apo, që krejt me pas mundësi me një, kapëtën. Me koni përshtatëshëm për të gjithë. Sallallahu alaihi. Pse ka bu këtë? Vetë se është rauf, apëtën. Vetë se është rauf në muslimanë, apëtën. Ka pas mëshirë për neve, apëtën. Andaj ka pranu këtë nivel të jetesës. Në anë e sprova, apëtën. Shika, s'ka sprovë se ka godit, apëtën. Nuk ka sprovë. Ato sprovë të lejshme, por sprovët i kam bazë dhe vetë, apo ka bazë sprova. Apo? Ndaq në konflikt me njerëz. Apo? E kanë dëbu për veni tia. E kanë, madje, i kanë bo presion, shtypje. Kjo është sprovë. Kjo është sprovë. Madje pisura më të mloja. Që ta pejgamberin para se me hi, para se me hi mirë në zbit e ajeteve, kër i ka thonë vara ka i Naufal, të isha me konë i ri kër qëtë popullet për jashtë, ka thonë, e fe më kërëgjia, unë qësh ka me më qitë për këtujta, që për më qitë për meke mu, s'ka mundit paramenu se nëzirët njërë për mekes, apo, ka për qësh, pësa ka në nëzira, s'ka bëva kia më ardhë dikur se ti me qka ki me ardhë, e tani me lona hati, kjo s'bëva kia, qësh të ne ka në mësu gjithë, a ne u që dit, e fe më kërëgjia, para me, edhe këta e ka pranu, o me qitë për meke, edhe pse ka qenë veni më i dashur për te, e ka lëshuar. Jo për shkak vetës ti, qase ka pasur një bëj kompromise, apo edhe me kon i paprekur. Qase në Mekë ka qenë pejgamberi i rujtur me sprovat psiqike, ngarkesat, ngushtimet të kanë qenë. E po në kuptimin fizik ka qenë i kursym pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, normal, jo si Bilal si Khabab bin Arad e këta, normal, sepse ka psu diçka për kësaj. Po pse ka shumë Mekën? Pikrisht, pse është kufizu mundësia për hapes fesë. Se për këtë atje ka pas fejbal,
s'po duhen që aty umet, më ty o Zot, e krye misionin tëm, po i mëshirshëm. Misioni ti ka karakter rahmeti. E ka shkuar dhe venin që të hapet mundësia për të përhap më tepër misionin e tij dhe për të përhap më tepër mësimet që ai ka më të ulta. Pastaj gjithashtu në rrafën e sprovave, gjithashtu është sprovuar në familje Allah. Aisha radhiyallahu anha, gruaja e tij, gruaja më e dashur e tij. Apo dhe ajo që e ka rezervuar pejgamberi sepse këtë gratë të tij kanë qenë të rezervuara për këtë çështje, për ta mësuar fen. Por Aisha ka qenë me rezervim special. Apo ato që ajo e ka transmetuar, asnjë grua s'e ka transmetuar. Për mësimet që i ka marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në ta e kam prek. Edhe në ku, në të që ka është me ndishme apëta. Me ndishme në moralin e ndirën e saj apëta. Edhe këtu ka bo sabër apëta. Edhe kjo është sprovë. Sprovohet njëri në familjen e ti, kjo është sprovë e madhe. Mos të lasëm për smundjen. Ma djenë smundje është sprovohet dy fish. Krejt që ka ti i ka dhim dy fish ma shumë se neve apëta. Sikurse, ka shku një të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shtëpia, dhe ka gjithë Aishën duke u ankuar nga kogdhimbja. I ka nëvarë e sa, që po me më kujtë fort, Aisha ka më pejgamberi, kur e s'po të dhem ty që po më dhe mu, apo, në të kuptim, dhim të emë është larë për ti më stone. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se neve pejgamberve, në dhem dy fish ma shumë se juve, apëto. Nëse ty të dhem kujtë, mu dy fish ma shumë se ty të dhem, apëto. Këti kom ka dy fish, sprova, apëto. Mos më pas ti arsyetim me thonë që ja, i ka dhënë këtë person, me pallim si mua, ndoshta s'ka mundësi më dim kur kujt mi këtë tokë, më shumë se ti që i ka dhënë, s'ka mundësi. Ati i ka dhënë më shumë ti. Apo ajo kon kul me dhimbjes, për më kon shembull për ty më poshtë apo. Apo ajo kon në fundin e varfërisë, më kon shembull për ty. Pejgamberi ka bëu sabër për fakarllëk, vetë ti kish pas fakarllëkun ton vallai, e valla më fukaras ti kon. Më fukaras ti kon. Çu si bën njëri që shi beni njëri, apo hinë të shpia ti, Omeri ka i shpit ti, sallallahu alaihi sallam, i shpit ti, këqër djallë, këqër matë, sen s'ka pa, kur gjë s'ka pa, pas një gotë me tomël, qërtu ka pas shpit për kamë, ka pas një hastër, në ta ka flajt, kur u qu, përshka këse dhe Omeri, vijat i ka pas në ftyrë, nga sungjeri i mirë që ka flajt në ta, sallallahu alaihi sallam, pse ka bukë? Pse s'ka pas mundësi me siguruni, pa i ka pas mundësi që ashabët e tij, kaj që kanë pas për sungjerave në shpemi apruve që rahat me kona ata. E ka pas mundësi, s'ka hek për këtë punë. Dikush pa atë kon koha që gjendje ekonomike, s'u kon që shtopta. Jo atë njerëz që kanë pasur, njerëz kanë ditë çka është ari, njerëz kanë ditë çka është argjendi, njerëz kanë ditë çka është merrnu mirë. Kanë ditë, që s'kan ditë merrnu mirë. Kanë ditë çka është ushqimi i mirë, këtë kanë ditë çan të mirë ata. Mirpo, Rauf për rahmet, s'ka gale. Unë e hjeki në këtë botë që umeti jam mos ndihet keq në asë çdo që kalam. Pra këtë sprova thash i ka pranu, i ka kalu. Mos lasim për sprovën edhe do të thotë kur është godit nga sihri sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë ndoshta pe rasteve të vështira për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo për shkak se ka pretuar vetën e tij, por për shkak se 13 vjet Mekë, arsyeja kryesore që e kanë refuzuar Kurajsh ka qenë që kjo. Jo mëse kanë rrugë sirbaz ata këtë njeri. Që kjo ka qenë. Mos e ngani se sirbaz, mos e ngani se ka rrugë, çdo e ka rrugë. Tash pikërisht në çet akuz, mi u vërtetu Kurajsh se çe ka rrugë. Është thirrur kon kjo punë vëllai. Ka qenë kjo punë lehtë për të. Pasojërisht kur dihet kategoria e sihrit që ka godit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thotë Ibn Qayyim rahimullahu zadul mad, funi i sihrit e ka rrugë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ma vështirë s'ka mo. Apo po Allahu khaffafa alayhi. Ajo që ka është bo pejgamberi është kulmi i teknologjisë së sihrit. Se komo si më vonë, çka komo si më vonë e ka rrugë ata. Por Allah e ka ruajtur ata. Nga si është bërë për me myt në vend, si hel me pija ata. Me myt në vend, po Allah e ka kthyer ata diçka tjetër ata. Pse? Pse ka pas ursit më këtu? Ja ka mësuar me të çmë borokje. Ka ardhur Xhibrili, ka vendosur dorën, ka zbi surja Falaq, surja Nas. Na kanë po hajrin. Ja kanë po hajrin na deni yawmul qiyamah. Po ai ka për të udhim të në kësaj punë. Pse? Raufun Rahim. Ai është i mëshirshëm për besimtarët apo. Gjithashtu mëshira e tij është e shumë dimensione të ndëruara ato. Po me pa ti sa ka bërë ky pejgamber sallallahu alajhi wasallam për këtë ummet, e që të marrëm edhe në mësim nga kjo pastaj në fund të kësaj që po flasim. Gjithashtu ka qenë prej formave ose prej mënyrave se si e ka shprehë këtë mëshirë pejgamberi
Gjithashtu mëshira e tij e madhe për të dobtit e këtij ummeti dhe fukarat apo. Shumë ka qenë i kujdesshëm sallallahu alaihi wasallam apo. Madje me një rast i ka thonë ashabëve të tij, inna ma tunsaruna bi du'afaikum. Këqyni këta njerëz dopt. Këqyni gratë, këqyni fëmijët, këqyni pleqt. Ka se për shkak të këtyne Allah ju nimon juve në luftë atje, Allah ju nimon juve në punë atje, për shkak të këtyne. Njëri del me kërku risk atje, apo dhe fiton. Sta e pa Allah veç pse ki fitu e pse i mënu t'ja pëtën. Po në është ta për hatër, atyre në shpet që po të presë me uqë riskën, ta e për ty Allah xhallahu ala. A pet njëri me qatë që e fitu vjen e bën kibër në antar familjes, e bën zullum me ta pëtën, e për shkak këtyne e ka fitu pëtën. Ne kujdes pëtën. Ka vdek sallallahu alaihi wasallam, apo duke e këshillu këtë umet që të ketë kujdes për emanetin që e ka marrë, emanetin e Allahut azza wajal. Emanet janë gratë që i kemi, emanet janë fëmija që i kemi, emanet është krejt që ka kena më dhonë përësi për të apëtën. Për në të vdekë, thët, o ma meleket ejmanukum, ato që ka keni në posedim, ato që ka keni emanet, kujdesni për ta. Me që ta ka dalë nga kjo botë, sallallahu alaihi wasallam, që mos dalin për Allah të azvelt nga ngarkum me shkelet emanetit. Në hytë më nëmë të mirë se thët, istausu bin nisai khajra, kujdesni për gratë e juaja. Innema, i keni marë gjithë me emanetin Allah të azvelt. I keni marrë përësi për Allah xhallahu ala. Prandaj kujdesuni. Gjitha këtu, mëshirë, rahmet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po gjithashtu dihet sjellja e tij, sikurse e dinin familjen e tij, me Aisha radhiyallahu anha, me gratë të tjera, si ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për të më kuptuese, trimnia, guximi, burrnia e njerit nuk është ndaj kategorive të dobta. Por është me armikun në mejdan, është me shejtanin, është me, domethënë, është me atë që ka kërku Allahu xhallahu ala të jetë i fortë apo. E nuk është me atë që është i dopt, me atë që është i lig, me atë që ka nevojë për përkrahje kështu më radhë. Sa i ka vëmendje, sa i ka kushtuar vëmendje pejgamberi sa kujdes ndaj prindve apo. Apo sa e ka nganjëherë e ka shpërsu theksin, do thotë në këtë çështje për çfarë arsye? Mëshirë me pas njerëz me vetë apo. Madje ka lujt me fëmijët e tij, me nipat e tij, ka lujt me fëmijët e tij të muslimanëve, pse ka qenë kryetar shteti, pejgamberi Allahut azza xal. Edhe kur ka ardhur, do thotë njëri nga ashabët e tij i ka thonë, ti pejgamberi Allahut ka qenë njëri i madh për lumë fëmia, thotë 10 i kam kursi kom prek. Thotë pejgamberi, çka më bëone kur Allah ta ka nxjerrë rahmetin pe zemrën, son ta Allahun Allahu. E ka thënë këtë mëshirë, më lut njëri me fëmia. Madje edhe në rrugë kur i ka gjetë nga njëra, apo ka luajtur me ta sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht e përmend Anas ibn Malik raste të shumta se si është sjell i dërguari sallallahu alaihi wasallam me fëmijët. Me gjitha kategoritë e shoqërisë, edhe me të varfrit, sa ka hadithe ku nxit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata që kanë të japën aty që nuk kanë ata. E ngrit se vapin shumë. I nxit që ata që të varfër mos të ndihen të varfër në çdo aspekt. Nëse është i varfër materialisht, po nuk ka nevojë të ndihet i varfër emocionalisht, nuk ka nevojë të ndihet i varfër për kraje. Me gjithë dikon që spaku e ngushton, i rrim për kraje, rrim për afërti. Edhe nëse Allahu xhallahu ala nuk ja ka dhënë aspektin material sikurse duhet atë. Prandaj sikurse ka hadith në Buhari, ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke në xhami dhe kanë ardhur një grup njerëz për fisit Mudar, apo edhe janë vret në fytyrë atyre shanet e uris, subhanallahu para mëna kur në fytyrë duket që ky motë s'ka hungur bukë atë. Edhe është mërzit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para mëna, thot Abu Huraira, thot i pash shanet e mërzis në fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U vret me njerëz është mrol, i është ndru fytyra. Dhe një ashab e ka vret me këtë, u shku në shtëpi, çka ka pas? E ka vendos në teshën e tij, kështu. E ka vendos në tesh, edhe i ka prur i ka qitë para pejgamberit. Çe ka qellu Allah alam pe ushqimeve. Kanë çe kjo është e Resulullah. Kur kanë pa tjerë, çka po bën? Kanë shku më marr. Ke derisa është grumbullu tek pejgamberi një sasi e madhe ndihmave, tesha, kputca, ushqim. Thot fastanara wajhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Atëra ju zdrit fytyra thon. Filloi me buzëqesh sa pse? Si u buz zgjidhë muslimanëve thon. Se kur e dhem shumë. I është dhim, një vujtje muslimani është dhim, sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, para mëna, i është mrol fytyra, i ka u buzëqeshja, pse gjithë ka buzëqesh, i ka u buzëqeshja për shkak se do vëdhit mirë sun po buzëqesh në. Po kur i është kthy buzëqesh atyne, edhe këtij është i buzëqesh ka buzëqesh sallallahu alaihi wasallam. Kjo është Raufur Rahim. Kjo është se ka qenë i mëshirshëm, se ka qenë i butë, i mirë.
në musliman të. E forma tjera të shumëta, ku është shpreh, do të thotë mirësia dhe butësia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me kategoritë e shumta të njerëzve. Madje edhe kujdesi i madh për ruajtjen e gjakut muslimanit. Sa është dhimbë gjaku i muslimanit modern, do të thotë pa faj, modern, shkelë shka, modern nga dora e zullumtuar ndryshëm. Deri në atë mas, ka hadithe shumë të që flasin, sikurse hadithi i njohur i pejgamberit se shkatrimi i kësaj bote për Allahun është më e lehtë se derdhja e gjakut muslimanit pa faj Allahut. Deri në këtë mas, më mirë këtë botë të pisht, hiç s'përndojmë se modern dikon gjakut muslimanit pa faj Allahut. Pastaj gjithashtu të dini se sa i ka kushtu rëndësi kësaj çështje deri në atë shkallë, saqë muslimanët i ka porosit që mos të ngriten kundër udhëheqësve dhe pushtetarëve të tyre ato. Deri me një mas me kushte. Jo për shkak se dikush mendon se këto hadithe që flasin mos u ngritin ndaj pushtetarëve, mos u çoni kundër tyre, e ka bëu pejgamberi për shkak se i ka dashur pushtetarët. Jo për këtë punë. Rahmet për muslimanët, ju vrojnë, e zboni kurrë hiç. Për më rujt gjakun e muslimanëve ka bërë. Qase nëse shihet illa an taraw kufran bawahan, nëse shihet kufri i qartë, lakum min Allahi burhan, sikur se ka thënë muslim, keni argument pe Allahut për këtë çështje. Fakt se ky ka dalë pe dini, ky s'është musliman mo. Edhe ulemat e kanë përmend kushtin e dytë që është marrë nga tërësia argumenteve, keni mundësi istita me ndru. Dhe kushti i tretë me pru dikën më të mirë se ai. Na kena mundësi po kemë ndru kët, edhe një më ka më ndru, po kanë më pru. Dikon si ai tjetër njëjtë, s'ia vlen asnjë therr me marr për këtë çështje. Po nëse shohim kufër qartë, nëse kena mundësi dhe kemi alternativë të dobishme, atëherë po. Ja vlen që të kemi një pakisë me vujt për një shumicë me qelë syt. Mi bën gjithë kjo nuk ekziston. Ka thënë pejgamberi sa pani sabra. Sikur se ka në Buhari, sa tarawna min ba'di atharata wa umuran tunkirunaha. Pas me keni me pa që është ethera. Çka që do nepotizëm. Apo keni pa njerëz afron migjën e vet, dojnë e vet, llonë e vet, merr për veti ethera, i jep përparësi vetes dhe të afër me ti para tjerëve. Që kjo është keni me pa këtë punë shumë. Wa umuran tunkiruna, dhe shumë punë tjera që i mohani, ju i urreni. E çka më bë? Sabër. Bëni sabër. Ashabu ju ka thënë. Andaj ashabu janë shtyp. Apo çka ju kanë bë kur ata që namaz tyre? Kanë heshtë asab të pejgamberit. Për çfarë arsye? Për shkak se lufta o sherr, gjaku është i shajt. Mirë, po kur plotësohen kushtet normal. Edhe pse në këtë drejtim ka lojna me këto çështje aftë. Ka herë apo keq përdoren këto hadithe, keq përdoren këto çështje, po vras për rregullat për lidhje me ulemat i kanë vendosur, zbërthimi i tyre praktik pastaj kërkon çështje edhe trajtim tjetër atë. Por dua të them kjo është rahmeti i pejgamberit. E ka rrugë që s'ka thonë, që të shenë dikën që s'pja u prisht, qënë? Qërë qënë? E tani? E i vranë qika që i bën qika që i bën qërë, kur që s'ke bo? Andaj, ma me kujdes. Ashtë i shtrajt këj gjak, nuk dirët për kur që. Dikush ja përësi për këtë qështje. Pse ka bo këtë? Për shkak se është rauf, për shkak se ka që i msheshëm dhe i musliman apëta. Ju dini shumë mirë edhe, kër e ka bo sërimin për Dejjallin apëta. E ka përmen pejgamber se çdo pejgamber ja ka tërheq vërejt në umetin nga Dejjallit. Thot veç kur se ka bësi unë ato. Asnjë umet nuk e ka pas nderin me i ditë hollësit e detalet për Dejjallin sikur se umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Kjo është pjesë e mëshirës së tij ato. Madje kur e ka përmend Dejjallin, e ka pa Omerin ka sikletist ato. Shush këmë do më ka pejgamberi nëse del wa ana baina adhhurikum. Unë jam gjallë, ana hajiju. Unë i dal përpara ata. Shikoj, me Dejjallin se jam gjallë, e dalaj, unë i dal përpara. Unë e mirë me ta. S'ke nevojë më lodhë ato. Po nëse nuk jam al-mar'u hajiju nafsihi ato. Çdo njeri let ruhet për vetën e tij apo. Shërimet i ka të mjaftueshme, mësimet i ka të bollshme, na ka kallzuar çu duket, edhe ku del, edhe çka bën, edhe çdo ditë aktivitetin dhe agjendën e tij, çka do të bën, dhe si do të shkruan ballën e tij kafir, edhe këtun e ka shpjeguar pejgamberi. Veç rujeni, kujdesuni. Madje na ka mësime të mjaftueshme se si të ruhemi prej tij, edhe nëse takohemi çfarë të këndojmë, dhe çfarë themi, gjitha këto pse është Raufur Rahim ato. Dhe sikurse thash, domthon
Mësimet shumëta që flasin për mëshirën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjithashtu për asaj që ka del në shesh rahmeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe përfitimi i tij praktik nga emri Allahut Ar-Rauf është tërheqja e vërejtjes së vazhdueshme ndaj mëkateve. Sa u ka treg vetëm musliman për mëkat, ruajeni, kujdesuni. Apo për shembull, kur ka fol për kamatën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka ditë se kjo kamat është sherr për ummetin e tij. E ka ditë se kjo kamat është dëm për ummetin e tij. E ka ditë se kjo kamat u shkatron bereqet në ummetin e tij. Andaj në mënyra të ndryshme është munduar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ti vetëdijson musliman për rrezikun e kamatës. Ka mund njerë më thonë, haram është kamata, u kri puna, e kum kallzu. Mirë, për subhanallahu hyrja në detale jep me kuptu insistimin e vazhdueshëm, nga sa Allah kon harisun aleikum. Harisun aleikum. Haris i bie me zemër e dën të mirën për ju apo. Shikoj Allahu dëshmon se i dërguari me shpirt e dën të mirën për ju apo. Andaj kur flet për kamatën thot la'an Allahu, se Allah i ka mallku apo ato që e merr, ato që dëshmon, ato që e jap. Pastaj ka thon dirham riba, një dirham me marr kamat apo e sheddu indallahi min 36 zanja, ta Allah xhala është marron se 36 herzina me bëu apo ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për kamatën apo se është drejgja apo një pi drejgjeve të kamatës e që me siguri njerëz sot e kanë arritur të më të madhe, ka thon pejgamberi tek Allah është më e vështirë se njëri me bëu zinë me nonën e tij apo ka thonë që sa është rron. Edhe këtu është, nëse ai s'ka pasur këto detale me i nga njerëz se janë trona për njerëzit. Mi po, veç nga mëshira që kujdesuni, ruajuni, se mos ju prek mallkimi Allah xhallahu ala, mos bëni mëkat të madh. Në shërim nga njerë praktike, duke u vizatuar ashabëve, apo rrugën e drejtë, wa anna hadha sirati mustaqiman, hadithi ibn Mas'udit, apo në Buhari, e ka marrë shtogën e ka vizatuar, tani ka on, wala tattabi'u subul, i ka vizatu vijat ana, është çdo duke mu dopi rrugës Allahut. Gjitha këto mësime, sqarime, apo për shkak se ka qenë i mëshirshëm ndaj umetit të tij apo. Edhe tash në forma të ndryshme që i dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka treg vetëm nga mëkatet. Ka qenë duke tregu për mëkatet shkatruese, kur ka tek mëkati i dëshmisë së rrajshme, kur ka tek mëkati i prezantimit të rrajshëm, apo ka thonë është drejtu, është ul, ka thonë ela wa qawlu zur, disa duke përmend, ka në sabt, ja lejte u se, këtë kish munoj se u ladh shumë herë pa të qitë fjallë, ja, paramena kura sabt e kërkojnë heshtin e pejgamberit sallallahu, jo përshkak se ata u bezdisën, po përshkak se pujudhime se u ladh, ty të regu me ditë, mos gabani me dëshmur rajshëm, mos gabani me u përzdur rajshëm, mos bani rena, përshkak se ka qenë i mëshirshëm, e ka ngarku vetën e tij në sqarim, e në mësim, e në udhëzim, ditë e natë, për që të metë. Madje, duaja e tij s'ka qenë për vetën e tij, ka qenë për këtë umet. Dhe duaja e tij yawmul qiyamah është për këtë umet. Ka çdo pejgamber thot nefsi, vetja ime. Ai thot ummeti jam. Andaj shkon tek Allahu xhallahu ala kërkon, e lutet, e çet kokën sejdë, e gjitha këto nga sa është bil mu'minina raufur rahim. Ky është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I cili thash jetën e ka dhënë, kohën e ka dhënë, mundin e ka dhënë, sprovat i ka pretu, gjithë ato i ka kalu. Vetëm që ne ta kemi malet. Mundësisht edhe na me mujt me përshtu pa një thjerë në kom. Kjo është ligj Allah që s'ka mundësi, apo? Mirë po, gjitha këto i ka bërë që sa ma pak na me pësu, apo? Prandaj edhe kështu ka ndodhur. Umetet më hershme kanë pas mashtir, lehtësimi ka me këtë pejgamber, për shkak të lutjeve të tij të shumta, vlerës që ka pas tek Allahu xhallahu ala. Prandaj umetet më hershme të nderuar, momentin kur ka rënë dy cira në trup, apo s'kan pas mundësi me e pastru më apo. Rëzosh me e prej me gërshonat pjesë me gjujt atë tesha. Neve Allah na ka mundësu që bjen dy cira, pastroj e fshije, falo apo. Tjertë është dashur mu fal në vende specifike, s'ka ku dush ti mu fal. Apo dush me llogarit ku mu kthy në xhami, je larg, dush me llogarit mu kthy vend. Apo na kem këtë toka në u xhami. Ku të namazi Allahu akbar falesh apo. Ka rahmet. Sa ai ka lut Allahu me na letoneva apo. Të kemi sa ma let. Dhe jemi umeti që mas letje kemi apo. Në çdo aspekt. Fillimisht këtyre kozgjatin në këtë botë apo. Umeti që ka rënë ka 300 vjet, pa 300 vjet më bë sabën sprovë Allah apo.
Para beqëtar me tonë, ty ki mërnu 200 vjetë, kur të paramesh të lashë, smunët, është la ilaha illallah, pëtën. Ai 200 vjetë kanë marak me nu njerë që këshyrin i do këtë dunjaja, i pa e që ka der din, i do këtë gatë Allah ke punu, mënzi pe moj edhe zicë, edhe sa vetë më e moj qështu. Apo, ata karnu, gatë karnu ata. Parna, nu i ka bo veç devet, 950 ka bo devet, sa karnu ata Allah, pëtën. Kjo me të karnu, ka artu e paku, në 60 vjetë, pëtën. Edhe 60 vjetë, pëtën, gjysën ja ka falë Zotë Gjellë Vala. Pse? Pse nëse marrëm mesatarën e gjumit, pse kurse njerë 8 orë me flajt normal, apo 8 orë në 24 orë sa është një e treta, apo nëse rënë 60, 20 i kinë gjumë, ndash shaj, ndash rreh, ndash qitë shkel ma në gjumë, Allah ka unë të falë në i kia, apo 20 vjetë, keq ka të bëjsh i ki të falëta, apo tani do tjera që është në habije në punë, kur të këqësh, sa në ka ngarku pak do vjetë, veç ty në qështë muni, apo edhe në gjennet, apo ma letësim s'ka, na ka letu pejgamberi sa. Allahu xhallahu ala përmes ti pejgamberi na ka lecuar. Andaj kjo është kjo vallahi është arretim praktik i asaj që Allah e ka thënë këtë pejgamber sa ndaj besimtarëve Raufun Rahim. Pastaj ka qenë i mëshirshëm sikur thash dhe Rauf jo veç për ashabët e tij ose për gjëra të caktuara, por për krejt umetin deri në i antarin e fund të këtij umeti ka qenë kujdesshëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam subhanallahu. Deri imram ti kur vjen është kujdes i ka dhënë udhëzimet e dhura që është mos illa ata. Si kanë sahabëve që shtot jo sillnu, ata që vinë masanej le të marrin vesh se ja ata. Na ka kallzuar për shenjat e kiametit, apo na ka kallzuar kur vin këto shenja, e kur vjen Isa elsom, e kur vjen kjo, e kur vjen derisa apo të vjen ajo puhiza që e omer shpirtat besimtare, deri sa nuk jetë në tokë kush që thot Allah, deri që atëherë, ka dhe mësime që shmosile që ka me bua. Prandaj, kjo është kujdes i madh i pejgamberit sasem për këtë umet. Pa edhe ndëruar, mëshira e pejgamberit sasem, përfitimi ti nga emnat e Rauf, është me të vërtet jetë, nuk është ligjerat, nuk është mësim, as nuk është në një kurs, as nuk është seminar, por është jetë në vetën e ti që sa të rënajsh e kuptan. Madje edhe me dhënë Allah xhallahu ala jetë edhe të 3 fishume, edhe të 4 fishume, megjithatë nuk i mundësi me kuptu drejt, apo sa është ky pejgamber i mëshirshëm ndaj teje. Sa është lodh ky pejgamber për ty jopta. Nuk kena mundësi këtë dunja me kuptu apo. Kur mbetet një pjesë e madhe e kësaj ta kuptojmë ditën e gjykimit apo. Apo kur i shohim njerëzit në vujtje, në telashe, në gajle, ndërsa ti e veten tënde nën flamurin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, i privilegjuar, i nderuar, apo i ftuar me ndrimet më të mëdha, apo nuk prat askund, gjithkund e ki dyrë të hapura. Madje edhe te xheneti kur vjen pejgamber të presin apo Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk prat, dhe ummeti i tij pas ti fut i parë në xhenet atë. Kjo ndërim që kanë fituar, jo pse na burrat mirë na vallahi atë. A pse jo për kurrë. Veç për shkak se jena nër Muhammed Rasulullah atë. Veç pse na nën Muhammed Rasulullah. Për këtë arsye, këtë ndërimet i marrin për këtë çështje atë. Ummetu Muhammed yawmul qiyamah e ka një trajtment të posaçëm atë. E ka një trajtment të posaçëm, të veçantë e ka, edhe në këtë dunjë, edhe në botën tjetër atë. Prandaj kjo mbet këtë dunjë nuk mposhtet. Kur, po dobësohet, po likshtohet, po plagoset, po gjithandë, po ky ummet nuk mposhtet. Kur? Ja se Allahu xhallahu ala ja ka dhënë emrin ummetu Muhammed. Andaj për aq sa emri i tij nuk bie poshtë kur. S'kan mundsi kur me ul emrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur këtë çka kanë të japin, do të jetë njëri më i madh në botë atë. Kur s'ka mundsi me ul Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata që janë në emrin e tij ummetu Muhammed, edhe ata nuk do të mposhten kur. Ky ummet është fitimtar. Ky ummet është ummet i ngritur. Ky ummet është ummetun marhuma, ummet i mëshirum. Allahu xhallahu ala ja ka dhënë vulën e rahmetit të ummetit apo. Ana mëshirum, po hiekin po për shkak të rahmetit se Allahu don mirën për ta apo. Prandaj ky ummet e ka fituar këtë epitet dhe këtë pozitë ka Allahu xhallahu ala për shkak se është ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këto privilegje, këto ndërime, thash, në këtë botë, por edhe në botën tjetër, që do t'i marrim të gjitha këto hinën ata që Allahu ka thënë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, azizun alayhi ma anittum, ati shumë rëni vjen ati për ato çka ju hekni ato. Mirë po bil mu'minina raufun rahim. Ai ndaj besimtarëve rauf është i mëshirshëm i butë. Prandaj butësia e tij, mëshira e tij thash është e shfaqur në dimensione shumëta.
që u mundova disa veç sa për ilustrimi përmend, ndërsa ato që mbeten janë shumë më tepër se ato që janë përmendur. Dhe për fund dua të them të nderuar, nëse kemi kuptuar emrin Allahu Ar-Rauf, dhe nëse kemi kuptuar drejt zbërthimin praktik të këtij emri në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë si duhet të jemi ne? Si duhet të jemi ne ndaj njëri tjetrit? Si duhet të jemi ne përballë gabimeve të njëri tjetrit? Si duhet të jemi ne përballë tmetave të njëri tjetrit? Si duhet të jemi ne përballë telashëve të njëri tjetrit? Si duhet të jemi ne përballë sikleteve, sprovat të njëri tjetrit? Apo ku është rahmeti i muslimanit për njëri tjetrin? Apo ku është keqardhja për vujtjet? Ku është keqardhja për sprovat? Ku është keqardhja për varfrin? Ku është keqardhja për smundjen? Ku janë gjitha këto? Ku është arsyetimi? Gjitha këto që ne ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ku është gatishmëria me lën veten pak keq? Spaku për solidarizim me di musliman tjetër, hiq ma shumë. Ose me ndan nga ajo që ki nevojë, apo por që mund të pavasosh nga ajo që dikush pasaj ta ketë bazë të jetës së tij apo. Ku janë gjitha këto gjëra? Që sot fatkeqësisht mungojnë shumë në jetën e muslimanëve ato. Sot dëgjojmë që ndoshta muslimanët ose s'po flas për muslimanë në botë, apo që kanë nevojë për krahen, për dhimbshmërinë, për lutjet tona, por po flas edhe për ata që kemi në mesin ton, apo ku është dhimbshmëria për dobësimin e muslimanëve ato. Ku është angazhim maksimal që mos t'ia dorëzojmë shejtanit një vëlla? Ku është rahmeti i Allahut? Për një fjalë, për një gjuna e dorëzojmë me gjumë njërin apo. S'kemi kur fare ndjenje, as dëna meni për ta, as kur gjë. Le të merr rruga, le të merr kafeja, le të merr shoqënia e keqe. S'kam çka më bëni, kum thon. Ku është rahmeti i Allahut? Mani ka u rahmeti edhe ndaj vet familjarëve ato. Brenda familjes. Njerëz kanë ndjen për rahmet Allah. E ka galën e vet, e ka të lashën e vet, e ka një dorë të caktuar të angazhimit për të kësaj. Nuk e prish qefin e vet, nuk e prish gjumin e vet. Ku është rahmeti apo? Ku është mëshira? Ande kjo është umet i mëshirës. Kjo është umet i pejgamberit të mëshirës që duhet mëshirojmë mes veti. Mos të ndojmë nga pasuria, të ndojmë nga dija, të ndojmë nga koha, të ndojmë nga gjitha që kena mundësi me nda, apo që spaku në këtë mënyrë bële pak të mundojmë dikujt t'ia lehtësojmë një mundim të nevojë që ka. Dhe bëhet një musliman i shtrajt për ne vëllaznia. Andaj ai rasti që kemi cek me 100 herë, nuk e di është 100 herë, ndoshta Allah na mundsoft edhe me mirë herë me tregu, por jo vetëm me përmend. Po Allah na mundsoft që të mbjellet zemrat tona. Për raste të shumta, rasti atij që ka qenë nipi Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, apo e si është futet në vllajt i musliman e ka pa duke qajt, i ka thonë ma ju pëkike e akhi, pse po ka në vlla? Ka thonë dujun borçet më kanë me çав, po vjen marrë me dal rrugë vlla ton. Ky ka qenë borsli mirëfillt. S'po për borsli që për luks marrin borsë atë dal, s'ka vlla kur me qen zoti. Kësit pa ndërgjegjshëm po flas për si borsli pa ndërgjegjshëm. Po borsli që zori ka shti, ka pas nevojë. Një ditë në vet ka nevojë për borx, pejgamberi më ka marr borx. Ka marr borx madje pasmori aty ka qenë peng te një audi për shkak borxhit hurmeve që ka marrë ata. Ka pas borx te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E po, ku është borsli se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku është borslia që shumë muslimanë sot ata që për luks apo për më ndru telefonin me marr firma të mirë hin borx. Tash s'ka mos i më kthy, pa ai vëlla çam mi kryp, Allah ka thënë kush fale kush bën, po nuk kanë njerëz në gjendje me fale, me ngush për luksin ton. Po flas për borslit e nevojës, për borslit e zorit, për borslit e telasheve, sprovave, sfidave. Që japin mundin maksimal me kthy borxhin. S'kan mundësi vëlla. Nëse Allah ka përmend se ka kategori njerëz vinzor, wa in kana dhu usratin fa nadratun ila maysara. Nëse është në zar, të kamat Allah thot. Nëse është në zar, do mund me kuni në zar. Fa nadira, prita ila maysara dëshlirohet njëri. Mos ja çit komën e kamatës, sa të shtohet tash ti më kthem me çikaç. Jo kështu. Ka se borxhi në Islam është sadaka, apo nuk është mënyrë për përfitim. Andaj ka hi edhe ka po njërën të kaj për borqeve, njëri devashëm njëri që s'ka marë për lukë, Allah, ka marë për nevoja, lalesh prova si vinja, njëri bëke ka marë me pundi ka mirë, po një smoj janë të arë familjë si vjenë, edhe kushton ilaqë ti në të me mire era, dhe të rrët me marë bërqë, e nështë shpine ka, kjerën e ka, po i ka arë sprova befas, apo atëherë ka marë bërqë, s'ka po mësi me këthu jotën.
Edhe i kanë marrë me dalë para njerëzve, ka kaluar fati se unë këtë borxhin. Fandëshmëri, ka nejtë shpi, ka kajtë për këtë çështje. I ka thonë, pse po kanë o Allah? Ka thonë, borç të vëllam. Ka thonë, të krymin e to, që si pse po kanë? Kanë të zinë halas, sa i kamë në Allah, pëtën. Ka unë asë më të rëzën, sa i kia, pëtën. Lutë të të është ma i shtrajtë tonë, se ketë që ka kiti borqa, pëtën. Shiko kësi dashni e Allah, pëtën. Veç më shrët të kajtë, kejtë unë i Allah, pëtën. Ma që shtu, rahmet me pasa, pëtën. Ma e shetë të kajtë, të vajtua. Allah të një moftë, asë nuk mënot, qara me i bodi kujtë. Ku është rahmet të dhe, ku është taj që pegamë, për neve ka kajtë, pëtën. Për neve ka kajtë, për neve është mërzita, pëtën. Hëpse s'na ka po, kur gjëjë, edhe pse ka dish, na kena me aprish mas ti, ne jena ato e prish mas ti, o pet për neve ka kajtë, o pet ka falë o Zot se këta nuk dinë. Ai të kemi një lloj doze të mëshirës më të madhe ndaj vetes Allahut ne. Fillimisht në familje, me zvete, apo pastaj në fqinësi, pastaj në shoqëri, pastaj në xhami, ta mëshirojmë të voglin dhe matriun, apo ta respektojmë më ditën dhe më vjetrin. Të kemi një lloj rregullore të respektit ndërmjet vete. Sikur që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe përfunda që du me thonë është se mas kej kësaj që thashtë e ka qenë rauf pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të natë mund dhe ka bo, apo të natë mund dhe ka bo, për çfarë arsye? Për me ndërtu një ndërtesë që ka imazh të bukur, apo është mundu me ndriq bukur, më duk bukur nga të nanë, mirë më duk, apo a është për mëna e kanë dikush ta ka falë Allah në shpijë, so ka hjeka i me maru ata, ta ka falë. Apo e thashë të prishi murrat, apo gërveshi, grethi, rëdzaj, apo marrësh, pastaj e më him bërsh një kert, apo marrësh edhe një telefon mirë, apo ta një qua dhe, nështë edhe shite shpina, apo një jetë e ku është presi Allah? Kush ka hek për këtë punë? Sa në do këtë eronë, dikush më në bojë që shtë në këtë botë neva. Në kuptaj që njëri për nevoja, gjithë shka i vjen zori. Për qefe, për luks, hesapi. Apo? Mi u bo barë muslimanve, me ka kjo regull, apëta. Sa në do këtë ranë, nëse kjo ndodhë. E që fa ta mërmenja për shumë për pejgamberë, të në të lodhë dhe ka bo, apo, që na mu dosh me zveti. A petë mu rejt, e ku është investime? Për shka e më lodhë në Allah? Apo, të në të investime ka bo, na me konë të drejt. Që na bëjmë zullëm. Ku është mundi ti? Ato mundi ti Allah s'ja upë, s'pe kontestojnë të Allah gjellë vala, po pe kontestojnë në vetën tonë, ku jem na, me përgjësi përballë mundi ti, përballë lodhës ti, përballë ibadetit ti, përballë lotëve ti, përballë shqetësimit ti, ku jemi ne jam. Dhe muslimanit do të me kuptu veprimet e ti me ma përgjësi, sikur që e kemë përmën vazhdimisht. Nuk jeti përgjës, une qa du bëj, vetja e marë, te ke mund bëj keq, une bëj keq. Jo, Allah, si e mu vetja jote. Ti përfaqëson musliman, për punët e tuaja hiq dikush për muslimanëve. Kujdes vëlla fjalë, kujdes veprimet, kujdes çka po bën, kujdes ku po shkon, ç'ish po sillesh, si e vetë jote, unë çysh s'ka mu kush më dal. Jo, si e vetë jote. Nëse ka pas një pejgamber që u lut me të ndrejsh ty ata. Nuk bën ti po boça dush, nuk bën ti mos il ç'ish dush. Ka këto rregulla. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam teraviti kalon mos me ik musliman mas ti. Na Allah na rrit me bu fjalë veprime, punë e madhe kush hjek mas me, punë e madhe kush pson mas me, s'ka më rëndësi. Rëndësi është mu ka pik me boqit puna, po nuk shon kjo punë kështu të vëllapën. Ky din ka rregulla, ky din ka mësime, ky din është rahmet. Me pas kujdes. Mos ngarkon musliman me atë që s'e bën vëllapën. Nuk mund me duru, gjendja është e tillë. Nga se pejgamberi sa më dhe në Mekë, ka pasur sa që kanë lyp me unë gjitë kura i shvapëtën. Ti janë gjetë, po që apën Bilal i shkreta, e që apën Khababi, prejt pak. Andaj du më thonë që gjitha këto të me kuptuse, sjelljet tona, veprat tona, fjalët tona, gjitha që ka ne bëjmë, të me kone me përresi fillimisht para Allah që ka me në logari, pas të me përresi para pejgamberëve që është mundu për neve, për moralin ton, për sjelljen ton, për devotshmërinë ton, për bujarin ton, për rahmetin ton, përresi para muslimanëve. Pse me ik dikush për shkak pa kujtësisë të ama? Pse me met dikush në jahiliat, ignorant, u met një musliman shkëti, u met ignorant, pse? Pse dikush ka përtu më shku më mësuni mësim aty napton. Pse? Zguzon me met kështu napton. Pse u met një musliman s'di mu fal? Pse? Pse dikush s'ka pas mundësi, s'ka dash, ti s'ka pas mundësi, s'ka dash me on të para, mu botuni libër. Pse të çika që met në jahiliat? Pse Allah këtu ku përgjegjësia? Parate kështu më radh, përgjegjësi para muslimanëve kemi atë. E pastaj mas kësaj
përgjegjësisë para Allahut, përgjegjësisë para pejgamberit, përgjegjësisë para muslimanëve, mandej në fund edhe vetësim aftë. Ama ti në fund, para kësaj janë do përgjegjësi që duhesh me llogarit to, para se marr koha, më shikoj ti në fund unë po hiqet tek e fundit. Po, për vetën në fund është kjo. Para kësaj do të më shikoj do punë tjera. Andaj kjo është kuptimi i emrit të Allahut Ar-Rauf, si e ka zbërthyer dhe praktikisht tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, andaj edhe për këtë zbërthim praktik shumë dimensional, të vazhdueshëm për gjatë jetës së tij, Allahu nga emri i tij ka ndonë ja dhon emrin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ka thënë edhe atë ka thënë Rauf atë. E ka thënë Rauf me dallimet thelbësore normalisht, mirë pa ka thënë Rauf ndaj besimtarëve atë. Allah xhallahu ala se Zoti xhallahu ala të zbrat mbi neve mëshirën e tij. Na përfshin Allah xhallahu ala me emrin e tij Ar-Rauf Ar-Rahim. Na bën Allah xhallahu nga ata që duhen për hir të Allahut, mëshirohen, mërziten për mërzitë e muslimanëve. Çajnë për vujt e muslimanëve. Dhe të na bën Allah nga ata që gëzohen për gëzimet e muslimanëve. Për ata që kënaqen atëherë kur muslimanët kënaqen. Dhe Allah na bëft nga ata që janë shërbim të muslimanëve, sikur që ka qenë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, me tëra që e kemi, me kohën tonë, me dijen tonë, me shëndetin tonë, me pasurinë tonë, me gjitha këto, të jemi në shërbim të atyre që Allahu i ka përzgjedhur të jenë ummetu Muhammed. Allahu na mundsoft me kaq po ja pohon sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.